Gërgji politik i cili ka pushtuar kuvendin e Kosovës dhe mban peng të gjitha krijimin e institucioneve të reja, duket se është i krijuar sa së brendshmi, po aq i frymëzuar së jashtmi. Këtë të paktën mësuam pak më herët nga deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Artan Behrami, por cili është qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje? Ata të cilët në 4 palëzgjedhje i kanë fituar ato, i kanë marrë mbështetjen e qytetarëve për të krijuar qeverinë e re, donse jo atë mbështetje solide për ta krijuar të vetme. Adnan Rustemi, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, është me mua në këtë moment. Faleminderit zoti Rustemi që pranuat ftesën. Ju falenderit juve. Në diskutimin që pata me Artan Behramin, vuri në dukje problemet që vinë sot nga një kokëfortësi e vetëvendosjes për të rrëmbyer të gjitha pushtetet, tani më që edhe presidenten në detyrë e kanë ata, e keni ju. Unë natyrshëm pyes, e vërteta juaj cila është? Rrëmbimi si metodë pune i takon përvojës të PDK-s, është e vërteta. Do të thonë, ata nuk kanë pasur problem të trajtojnë pasurinë publike me një qasje të tillë për të shtuar pasurinë private. Lëvizja vendosje nuk operon me nocione të tilla. Lëvizja vendosje është fituesja e zgjedhjeve në Kosovë, siç ato dhe ju të 4 palë zgjedhjeve, dhe madje fituese plebiscitare. Do të thonë, lëvizja ka shënuar rezultatet që nuk ka shënuar asnjë parti politike në këto 27 vite pas të çlirimit të Kosovës. Jemi vetë një parti politike që në sistemin tonë zgjedhor proporcional me një zonë zgjedhore kemi shënuar rezultatin mbi 51.1%. Prandaj lëvizja vendosje është e përkushtuar për të krijuar institucionet, por motivi i refuzimit për të bashkëpunuar sa i përket presidentit tek PDK në veçanti është pa asnjë dyshim një përpjekje konjunkturale për t'i pamundsuar qeverisjen vetëvendosjes. Dhe ky projekt apo ky plan ka filluar që në vitin e kaluar, domethënë që nga zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit 2025. Sepse ne vërtet kemi këtë vetë problemin e presidentit, por vitin e kaluar nuk e kemi pasur problemin e presidentit. Domethënë 12 muaj blokade institucionale për shkak të një përpjekje të PDK-s në atë kohë për ta krijuar një qeveri të pakicës përkundër fituesit të zgjedhjeve, duke llogaritur edhe në votat e listës serbe. Aktualisht strategjia le të themi ambalazhohet me një refuzim për të bashkëpunuar për presidentin. Po presidentin Kosovë imponon kompromiset dhe konsensus në mes të partive politike. Është fare lehtë të barikadohesh kundër bashkëpunimit për presidentin, dhe kjo është e barabartë me pamundësimin e zgjedhjes së presidentit, apo në rryshe do të thoja unë me zgjedhje të reja, sepse ne kemi të pamundur ta zgjedhim presidentin pa partitë politike opozitare. Atëherë çfarë duhet të bëjmë ne, domethënë, më shumë se sa që kemi bërë deri më tani. Ne i kemi dhënë mundësinë opozitës për një president konsensual dhe vetëm për të ardhur në seancë dhe për të marrë pjesë në votim, për të mundsuar kvorumin, i kemi ofruar edhe PDK-s dhe LDK-s kryetarin e kuvendit, pa i përfshirë në koalicion qeverisës. Ndërkohë që LDK-s kemi ofruar herën e kaluar edhe 4 ministri dhe zëvendës kryeministrin e pa. Por nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të bashkëpunojmë për ta gjetur një president konsensual, pastaj secila palë vazhdon natyrisht me përgjegjësitë që ka dhe që ka dhënë populli i Kosovës dhe mund të vazhdojë. Zoti Rustemi, dhe sa kohë do investoheni në këtë drejtim, sepse ju kujtoj në të tjera kushte përpara këtyre zgjedhjeve, tentativa juaj e kahershme ishte të zgjidhni kryetarin e kuvendit. Sot donse keni mundësinë, prap ju nuk po e bëni. Keni frikë se bini në afate kushtetuese? Jo, nuk është frikë, është realitet. Domethënë, në momentin që konstituohet kuvendi, fillojnë të rrjedhin 60 ditët e afatit kushtetues për ta zgjedhur presidentin. Këtë nuk kuptova. Këtë nuk kuptova, sepse pastaj fillon matja e kohës për zgjedhjen e presidentit. Pikërisht, domethënë, dhe në momentin që konstituohet kuvendi, fillon të rrjedhë afati, dhe nëse nuk ka një marrëveshje dhe një dakordim për presidentin, kjo do të thotë hyrje në fushat zgjedhore dhe zgjedhje të reja të kopshtat brenda 18 muajve. Ne nuk po duam zgjedhje. Prandaj pozicioni ynë aktual është për të shmangur zgjedhjet, ndërkohë që insistimi i opozitës, sidomos i PDK-s, për ta konstituar kuvendin, ndërkohë që thonë që nuk bashkëpunojmë për presidentin dhe nuk bimë në sallë të kuvendit kur votohet presidenti, kjo i bie që duan zgjedhje. Prandaj qëndrimi i lëvizjes është konstruktiv dhe është në funksion të gjetjes së një zgjidhje për presidentin. Problemi në Kosovë aktualisht prej muajit të mars të këtij viti është çështja e presidentit.
S'kemi pse ta injorojmë problemin real, elefanti në dhomë është mungesa e dakordimit për presidentin. Dhe nëse nuk kemi një dakordim të tillë, do të kemi zgjedhje. E për të shmangur të zgjedhje, do të kemi marrëveshje. Sepse në fund të fundit ose nga ana tjetër ju mund të hiqni dorë nga presidenti dhe këtu automatikisht ju ja kaloni topin atyre. Ne kemi hequr dorë nga presidenti dhe insistojmë për një president konsensual. Unë e them vazhdimisht që në demokracitë parlamentare synimi maksimal i opozitës është për ta imponuar një president neutral, dhe për ta shmangur një president të mazhoroncës. Dhe këtë po ja ofrojmë. Do të thonë sepse opozita në sisteme demokratike nuk mund ta propozojë presidentin, sepse pastaj nuk do të ishte opozitë. Ose të paktën një president i tillë nuk do të ishte i Republikës, sepse do ta themi hapur që ka një konceptim të gabueshëm gjithmonë në funksion të kësaj strategjisë së PDK-s për ta pamundsuar qeverisjen e vendosjes, që e shohin pozitën e presidentit si një mekanizëm kundër ose përkundër qeverisë. Po e shohin pozitën e presidentit si një mjet për t'ia kundërvënë kryeministrit dhe qeverisë. Po e shohin si një pengesë për qeverisjen e vendosjes. Kjo është absurde pa asnjë dyshim, sepse presidenti dhe kryeministri nuk janë aty për ta penguar njëri tjetrin, por janë për të drejtuar vendin brenda përgjegjësive të tyre kushtetuese. Ta duan të kalojnë në një fazë tjetër të bllokadës. Ne thjesht duam institucione efikase brenda kompetencave kushtetuese dhe qeveria të ketë mundësinë të përmbush programin elektoral politik dhe qeverisjes për cilën është votuar 3 herë me rreth apo mbi 50%. E qartë, por zoti Rostemi, ata po përpiqen t'ju çojnë juve në blokadë apo po përfitojnë nga rasti se e dinë që ju me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk keni gjasa të uleni në diskutime për presidentin se ata e kanë emrin e tyre? Strategjia e politike PDK-s në rastin konkret, e filluam emisionin në raport me këtë parti politike, është në 2 faza në raport me vendosjen. Vitin e kaluar, synimin maksimal e ka pasur për ta krijuar një qeveri të pakicës përkundër fituesit të zgjedhjeve. Sepse ju kështu humbët edhe një mandat më parshëm para se të bënit atë të plotin. Ata ju amorët juve qeverisjen duke krijuar një qeveri paralele të pakicës. Pikërisht, domethënë, ai modeli i vitit 2020 është ende në tavolinën e punës së PDK-s. Keni parasysh, domethënë. Por ky është problem në vetvete po ashtu, sepse ata nuk e kanë fare le themi preokupimin për legitimitetin e politikëbërjes të Kosovës. Se nuk e kuptoj se si ju shkon mendja, apo të paktën se si ju kishe shkuar mendja vitin e kaluar, që me një parti politike me 22 deputet, apo sa kishin afërsisht vitin e kaluar, të mendojnë të krijojnë qeveri të pakicës përkundër një fituesi të zgjedhjeve me rreth 50%, domethënë, gjithmonë duhet ta kujtojmë këtë. Dhe prandaj siç e nisa, strategjia bllokuese PDK-s është në 2 faza. Nëse nuk arrin të krijojnë qeveri të pakicës, që kësaj here nuk kanë mundësi, nuk kanë vota, atëherë ta pamundsojnë qeverisjen fuqiplote të vendosjes. Domethënë ta mbajnë të tillë, domethënë qeverinë e detyrë, ta bllokojnë për mos të jetë efikase, për të mos jetë themi me mandat të plot për ta përmbushur programin qeverisjes dhe politik. Domethënë ata po na kufizojnë për mbushjen le themi të programit për cilin jemi votuar. Po ju pse skaloni gardhin tek Lidhja Demokratike e Kosovës? Po natyrisht ne po zhvillojmë biseda me LDK-n, por duhet spari të akordohemi që presidenti duhet jetë konsensual dhe pastaj të flasim për modalitetet e partneritetit. Duke përfshirë kuvendin ju personalisht a jeni konsensual tek emri Vjosa Osmanit që Lidhja Demokratike të Kosovës me sa duket ka të panegociueshme? Jo, nuk mendoj që LDK-ja e ka të panegociueshme emrin e zonjës Osmani, madje kanë thënë edhe publikisht, sepse zonja Osmani nuk i ka votat e deputetëve aktual të LDK-s. Nëse ka diçka të sigurt në skenën politike në Kosovë, kjo është e sigurt. Por nuk ka problemi këtu, sepse lëvizja e vendosje e ka qëndrimin fillestar që Kosova duhet të ketë president konsensual. Partijak për partijak, pastaj duhet i kthemi rezultatit të zgjedhjeve, sepse nuk mund të deformohet vullneti i popullit duke tentuar të kompenzohet atë çfarë nuk i ke marrë në zgjedhje nëpërmjet të themi manovrimeve politike. Për ne është
për ne është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë me një president konsensual që reflekton vlerat e kushtetutës dhe simbolizon unitetin e popullit. E në këto rrethana politike, unë jam i bindur që është zgjidhja edhe e drejtë edhe më e dobishme, sepse ka shumë rëndësi dhe të kemi një president të mbi palët, jashtë partijat, që nuk bëhet pjesë, le të themi, ose nuk është pjesë e këtyre polemikave të përditshme politike. Dhe pastaj të flasim për partneritetin qeverisës në kuvend dhe në qeveri. Por, natyrisht, çështjet e brendshme në LDK e kanë vështirësuar edhe këtë proces po ashtu, sepse ju e dini që kryetari i LDK-s doli nga një mocion mosbesimi, por doli me një rezultat të jetë ngushtë. Dhe unë do thoja që ky proces i brendshëm në LDK realisht ende ka përfunduar. Duke sikur formalisht është mbyllur si fot, por le të themi rreth e vullnetit ose vullneteve për zhvillime të brendshme në LDK ekzistojnë dhe ato ndikojnë edhe procesin e krijimit të institucioneve. Por nëse LDK me 18 deputet atë sa na duan fiks minimalisht për ta zgjedhur presidentin, pa unitet të plot, ne mund të ecim tutje me një president konsensual dhe pastaj të kthehemi dhe të flasim pa asnjë dyshim për partneritetin në qeveri e kuvend. Për sa kohë jeni të vendosur ta çoni përpara këtë afat? Deri kur do tentoni ju të gjeni një president konsensual para se t'i dorëzoheni fatit e të shkoni edhe një rrjedhimisht në zgjedhje të reja? Ne si lëvizje vendosje do të bëjmë gjithçka që varet nga ne për t'i shmangur zgjedhjet. Po i ftojmë në vazhdimsi partitë politike opozitare në takime, fatkeqësisht PDK dhe AK po i refuzojnë, ato nuk po vinë në takime me zotin Kurti, ndërkohë që takimet me LDK po zhvillohen dhe uroj që të kenë natyrisht edhe progres në drejtim të gjetjes së një zgjidhje. Por vazhdoj të përsëris që edhe PDK dhe AK, për sa i përket çështjes së presidentit, kanë përgjegjësi dhe nuk mund të vetë përjashtohen nga ky proces. Ato mund të qëndrojnë në opozitë, askush nuk e konteston këtë pozicionim, por pozicioni opozit vlen në raport me qeverin, nuk vlen në raport me presidentin. Presidenti edhe ashtu nuk është fol pushteti dhe edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës është mbi palët dhe atëherë le të ulmi bashkërisht dhe ta gjejmë një figurë që e reflekton këtë rregullim kushtetues dhe që le të themi e tejkalon krizën aktuale politike. Po asaj nuk mund të parashoh se deri ku mund të shkojë le të themi kjo situatë, por për lëvizjen e ndodhjes brenda ditës, brenda javës mund të gjejmë zgjidhje po pa vullnet politik në kampin opozitor. E qartë. Deri në atë moment ju mbeteni fituesit. Fituesit që nga ana e vet i lejohet edhe kokforcia në disa raste, ndonse në demokraci duhet kompromisi për të ecur përpara të vetëm. Zoti Rustemi, sot ju nëse dilni në zgjedhje sërish, bani të njëjtat kushte apo fitoni më tepër kredite? I referohem këtu pjesëmarrjes së ulët që shënuan zgjedhjet e fundit në krahasim me ato të mëparshme. Nuk kemi bërë vlerësime të tilla për zgjedhje eventuale, ne vazhdojmë të besojmë që zgjedhjet nuk janë zgjidhje dhe duhet të bëjmë gjithçka që është në dorën tonë për t'i shmangur ato. E para se po kanë kosto financiare, e dyta Kosova po humbet shumë nga mungesa e institucioneve të plota, e treta pavarësisht rezultatit në fund duhet të bashkëpunojmë për presidentin të konë 2/3 të deputetëve. Por më lejoni të them një gjë. Që kjo mbase vlen pak edhe për opinionin e Shqipërisë. Ne kemi një sistem zgjedhor proporcional me një zonë zgjedhore dhe me 20 vende të rezervuara. Vendosja në këtë format, le të themi, zgjedhor ka fituar 50-51%. Po të kishim sistemin zgjedhor me zona zgjedhore dhe po mos të kishim le të themi 20 vende të rezervuara për të cilat nuk garojmë ne dhe nuk garojmë partitë politike shqiptare, ne do të kishim sot mbi 70 deputet. Me këtë përqindje që kemi aktualisht, ne do të kishim mbi 70 deputet. Dhe rrezikoni të ktheheni në një kod zgjedhor sikurse është Shqipëria sot. Po ta kishim, po them, një sistem tjetër zgjedhor, majoranca dhe vendosi do të ishte mbi 70 deputet. Po e theksoj këtë vetëm për ta dëshmuar që fitoria vendosjes në kontekstin aktual politik në Kosovë, me sistemin aktual, me kufizimet kushtetuese, është një fitore jashtëzakonshme.
dhe partitë politike opozitare nuk mund të sillen me vendosjen si një parti që ka dalë para me 1% nga e dyta, siç ka qenë praktika parlamentare dhe politike në Kosovë deri në vitin 2019. Ne vetë si parti politike kemi 6 deputet më shumë se sa 3 parti tjera politike bashkë shqiptare. E vërtet, zoti Rustemi, e përmendët, sot Kosova përballet me sfida të shumta. E radhës e fundit ishte deklarata e Aleksandar Vučić për sa i takon ujit nga liqeni i Ujmanit. Reagon pas 2 herëve po aq të rënda, sikurse ishte ajo e ministres për sa i takon masakrave në Kosovë apo e Zelenskit në Beograd për njohjen e pavarësisë, sot reagon kryeministri Rama dhe ministri për Evropën dhe punët e jashtme. Ju si e konsideroni qëndrimin e Shqipërisë? Nuk e kam parë përmbajtjen, por nëse qëndrimi është dënues për këto deklarata dhe adresimi drejt për drejt si kërcënim për Kosovën, dhe që nëse i bën thirrje çarsheve ndërkombëtare si Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për një reagim të vendosur ndaj Serbisë, unë do ta përshëndesja pas një dyshim. Por mesh nuk i kam lexuar, po them se cili duhet jetë reagimi në përgjithësi i Tiranës zyrtare në raport me sjelljen e Serbisë me Kosovën. Duhet jetë pas një dyshim një qëndrim i unicuar me qëndrimin e Prishtinës, duhet jetë një qëndrim i vendosur në raport me atë çfarë përbën Serbia për Kosovën dhe për shqiptarët të një kërcënimi të drejtpërdrejtë. Deklarata e Vučićit ishte një kërcënim i hapur për Kosovën, i radhës pas një dyshim, jam i bindur që nuk është i fundit. Ne duhet ta dënojmë ashpër në planin ndërkombëtar, por është edhe një tregues që duhet ta forcojmë veten mekanizmat e sigurisë, por edhe duhet ta forcojmë veten si këmbë, që është e vërteta. Sepse kur bëhet fjalë për raportet me Serbinë, gjithmonë duhet ta kemi parasysh që duhet kemi raporte të shqiptarëve me Serbinë, jo vetëm të Kosovës, sepse historia na ka dëshmuar këtë gjë që Serbia ka probleme të pakapërcyeshme për fatkesh me shqiptarët në Ballkan. E qartë. Për ju ishte zhgënjyese deklarata e Volodimir Zelenski në Beograd për njohjen e pavarësisë së Kosovës? Ishte e papranueshme pas një dyshim. Nuk i di rrethonat aty, por që ne kemi reaguar edhe si qeveri dhe si ministri e jashtme, por duhet ta theksojmë një gjë. E para që në këtë konfliktin, luftën në mes të Ukrainës dhe Federatës Ruse, Kosova dhe shqiptarët në përgjithësi qëndrojnë në pozicion të qartë në përkraje të Ukrainës, në përkraje të boshit perëndimor përkundër edhe kundër Federatës Ruse. Dhe në anën tjetër Serbia është vendi vetëm në Evropë që nuk i ka vendosur sankcione Federatës Ruse. Serbia vazhdon të përpiqet të përfitojë në të dy krahat, në një anë financohet e armatoset nga Rusia e Kina, e në anën tjetër përpiqet të përmirësoj figurën apo të përfitoj financiarisht nga perëndimi. Edhe analogjit që mund të ketë pasur në mendje Zelenski me Krimenian krejtësisht të pashëndrueshme, të pabazuara, Kosova nuk ka asnjë të temi përngjasim me situatën apo me rastin e Krimet, por që po ishte e papranueshme, ishte edhe zhgënjyse në ditën e kohë, por duhet ta theksojmë që Kosova qëndron në krah të perëndimit të kundër Federatës Ruse. Zoti Rustemi, faleminderit që ishit sonte me ne në pikë. Ju faleminderit shumë, ju uroj punë të bardhë dhe suksese. Gjithashtu. Faleminderit juve që na ndoqët. Ju kujtoj që programi i radhës është nesër në orën 20 me të tjerë të ftuar dhe tema që arrin pikun. Natën e mirë bashkë.